Sikurse të mos mjaftojë mungesa e stabilitetit politik, Shqipëria për të integruar në Bashkimin Evropian ka dhe një tjetër pengesë, mungesën e stabilitetit ekonomik. Ermelinda Meksi, e zgjedhur ish azise antare e Këshillit të Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, thotë se jemi ende larg një stabiliteti të tillë ekonomik. Stabiliteti makroekonomik është themeli mbi të cilën ngrihet parashikueshmëria e mjaftueshme që bizneset të zhvillojnë me qetësi aktivitetin e tyre. Për fat keq, në vitet e fundit, si rrjedhoj e efekteve të krizës globale dhe në ekonominë shqiptare, vërehet me shqetësim që ky stabilitet tashmë është i rrezikuar. Gjatë forumit të zhvilluar fillimisht në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe më pas në Universitetin Mesdhetar, zonja Meksi ka vënë theksi në rënien e remitancave dhe në rritjen e borxhit publik. Generatori i burimeve financiare për të mbështetur rritjen dhe aktivitetin ekonomik ka qenë remitancat apo dërgesat e emigracionit. Dhe faktori i dytë ka qenë pompimi i parave në ekonomi përmes investimeve qeveritare. Pompim i cili ka rezultuar si rrjedhoj e huas që vendi ynë ka marrë për të realizuar këto investime. Por këto dy burime po shterojnë dërgesat e emigrantëve, si rrjedhoj e krizës greke dhe impaktit të saj në emigracionin shqiptar, janë në mënyrë të ndjeshme.